Por një gjë duhet ta kuptoj edhe Albin Kurti. Nuk mundet me mbajt peng me zër shtetin, çka t'ju themi kur sot po mblidhemi për herën e 11 dhe po përjetojmë reprizën e përsëritur të lëvizjes vetëvendosje, e cila në mungesë të shumicës parlamentare është duke dhunuar jo vetëm këtë institucion përfaqësues të qytetarëve të Republikës, por edhe vetë shtetin për cilin secili qytetar ka dhënë e ka kontribuar me sakrificë personale. Unë vërtet sot nuk mund të them më shumë se sa që kam thënë gjatë gjithë ditëve të kaluara. Për Albin Kurtin duket se Albolena Haxhiu është më e rëndësishme se sa rreth 1 milion qytetarë që kanë votuar në zgjedhjet e 9 shkurtit dhe që kanë dhënë verdiktin e tyre se si duhet të krijohen institucionet. Por në mungesë të besimit, në mungesë të numrave, në mungesë të shumicës për të bërë vetë kryeministër Albin Kurti, ai po luan me Albolena Haxhiun duke mbajtur atë si kandidatën e cila nuk ka kaluar, nuk kaloi e as do të kalojë në të ardhmen, sepse e ka më të lehtë që ta sakrifikoj atë se sa që dal e të matët vetë, me qenë se secili tashmë e din që ai nuk ka numrat. Por një gjë duhet ta kuptoj edhe Albin Kurti. Nuk mundet me mbajt peng me zër shtetin, e ka mbajtur mjaftueshëm gjatë tashmë, nëse vërtet dëshiron që të kemi rrugdalje, unë e ftoj që ta ndryshoj kandidatën. Ne si Parti Demokratike kemi dhënë mundësi që të vinë një kandidat apo kandidat që mund të merr shumicën parlamentare në mënyrë që të konstituohet kuvendi e t'i hapet rruga fateve kushtetuese për të zgjedhur dhe qeverinë e re. Ne jemi të gatshëm për të marrë përgjegjësitë tona, por duket që lëvizja vetëvendosje, duke mos dashur me pranu humbjen që e kanë pësu në zgjedhjet e kaluara, sepse kërkesa atyre ka qenë referendumi normalisht që ka dështuar, po vazhdon të mbaj vendin peng. Përgjegjësia është e tyre, atyre ju takon që të bëjnë hapin e parë, ata po e përsëritin të njëjtën, por një gjë le ta kenë qartë që kur nuk të pëlqen e nuk pajtohesh me të vërtetën e me realitetin, nuk mundesh me ndryshu atë, por duhesh me ndryshu vetveten. Dhe këta sot vërtet i ftoj që ta ndrojnë këtë mentalitet autoritar, imponues, dhe të vinë me një kandidaturë e cila mund të zhbllokoj këtë situatë, për ndryshe mund vim edhe 111 herë tjera. Me shumë keqardhje e duke u shtërnguar prara qytetarëve të vendit tonë, por Albolena Haxhiu nuk ka lënë.